Ja një gjë interesante që ju mund mos e dini për Jezusin. Hera e parë që fraza shpëtimtari i botës është përdorur në Bibël, vjen pikërisht nga buzët e Samaritanes së përçmuar. Ja një mundësi që ne të gjithë të kthejmë kokën pas dhe të gjurmojmë hapat e Jezusit, duke na kërkuar ne, që kështu ne të jemi këtu ku jemi sot. Dhe nëse nuk e njihni Jezu Krishtin, më lejoni t'ju them diçka. Jezusi po ju kërkon ju. Ai ju ka sjell këtu sot. Mund të ishit kudo tjetër, mund të ishit në një fushë golfi, mund të ishit duke parë në një ndeshje, mund të ishit kudo tjetër, por ju jeni këtu për këtë mesazh mbi Ungjillin. Nëse doni të shihni gëzimin e shpëtimit, dëgjoni zemrën tuaj dhe hapeni zemrën e pranoni Jezus Krishtin si shpëtimtar. Ai ju do ju. Ai dërgoi birin e tij t'ju kërkoj e t'ju shpëtoj. Ai nuk do t'ju imponoj veten e tij, ai nuk do ta thyej derën e zemrës suaj. Ju duhet ta hapni atë derë nga brenda dhe të thoni: Zoti Jezus, eje në zemrën time. Unë e pranoj se jam mëkatar dhe kam nevojë të shpëtohem. Dua që ti t'jesh shpëtimtari im.